Pavarësisht se nuk duket si në mod, apo thënë ndryshe një eveniment që nuk shkëlqen në rrjetet sociale, çdo vit, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit akordon disa lloje çmimesh. Ndryshe nga viti i kaluar, ku ndahen çmime për 6 kategori, këtë vit ishin reduktuar në 3, duke lënë jashtë për herë të parë letërsinë për fëmijë dhe poezinë. Mosdhënia e këtyre çmimeve ka hapur diskutime në qarqet kulturore dhe letrare mbi rëndësinë e vazhdimësisë së vlerësimit të krijimtarisë në këto fusha. Sipas njohësve të letërsisë, ruajtja e këtyre çmimeve mbetet e rëndësishme për promovimin e autorëve dhe për nxitjen e krijimtarisë letrare. Drejtoresha e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, Alda Bardhyli, deklaroi se kategorisë si tregimi, letërsia për fëmijë dhe poezia nuk kishin prurje të mjaftueshme për gjykim, e se prurjet nuk e justifikonin nivelin e kërkuar për gjykim. Në të tilla kushte pati vetëm një çmim të madh për letërsinë, që përfshinte romanin, prozën dhe poezinë. Por në një realitet të tillë, ku prurjet janë të pakta, a është zgjidhja të mos japësh çmime? A mund të jetë çmimi një mekanizëm motivimi për të shkruar, apo në fakt, çmimi është shpërblim për prurjet dhe për krijimtarinë që ndodh gjatë vitit? Diskutojmë për procesin e të krijuarit, por edhe të shpërblimit për të me emra shumë të mirë të rëndësishëm të kësaj bote, Moza Ahmeti, poete, shkrimtare, edhe nga Qendra Libri, gjithashtu faleminderit Moza. Natasha Shuteriqi, pedagoge, shkrimtare, faleminderit Natasha. Elda Velaj, botuese, faleminderit. Azem Baliaj, shkrimtar, poet, faleminderit. Në rrethin tuaj është diskutuar dhe më vjen mirë që edhe në studio televizive ti ngrem këto shqetësime, pra ti nxjerrim nga ato ambientet tuaja të vogla dhe ti bëjmë më tepër publike dhe të kuptojmë pse, domethënë, pse është shqetësuese fakti, Elda, Natasha, që nuk është akorduar çmim për letërsinë për fëmijë, për poezinë. Së pari unë kam një objeksion me atë që dëgjova në insert, po. Nuk kishte prurje dhe nuk ishin cilësore. Nga një research... me deklaratën e drejtuesës së Qendrës Kombëtare Alda Bardhyli, okay, sepse në researchin që kam bërë para se të vija këtu, e para mësoj që vetëm tituj në poezi ishin 60 për vitin 2024. Disa nga ato autor, nuk pretendoj t'i kem lexuar të tërë, po një pjesë e kam lexuar dhe mund të flas me shumë kompetencë, me argumenta brenda letrar dhe gjuhësor për cilësinë e veprave të tilla si të Gazmen Krasniqit, Rigel Rizajt, Lek Tasit, që janë vërtet poezi që godasin fort në letërsinë shqipe. Për sa i përket letërsisë për fëmijë dhe për këtë përsëri nuk jam dakord, sepse kam qenë dhe në vitin 2024 në Panarinën e Librit, kam shëtitur të gjithë stendat dhe kam parë një numër shumë herë më të madh se i vitit 2023 në letërsinë për fëmijë, emra tashmë të konsoliduar, emra të rinj, dhe si njohëse shumë e mirë dhe teksteve shkollore, dua të jap një argument shumë që e quaj të rëndësishëm. Një pjesë e mirë e teksteve në tekstet shkollore, një pjesë e mirë e materialit letrar të përfshirë në to, janë marrë nga tekste që vijnë nga autor shqiptar, të cilat tashmë kanë konsoliduar, le të themi, veten në këtë zhanër. Kështu që unë kam dyshimet e mia për cilësinë e prurjeve dhe për sasinë e prurjeve. Vetë numri 60, poezi, i marrë nga referuar Bibliotekës Kombëtare, e kam fjalën. Për këtë gjë tregon që shifra nuk është e pakonsiderueshme në rolin e poezisë. Por dhe kur kanë qenë, thoshte lindë për të dëshiruar, pra. Për këtë nuk e di se cilët autor janë marrë në referencë, nuk e di se çfarë argumenta, sepse ne për fat të keq, nga asnjë lloj konkursi të këtij tipi nuk kemi recenca të cilat të analizojnë e para të na tregojnë kriteret e vlerësimit. E dyta na tregojnë këto recenca të mirëfillta, qoftë tek fondet mbështetëse për letërsinë për fëmijë për gjatë viteve, qoftë tek fondet e tjera mbështetëse për krijimtarinë, qoftë edhe për këto çmime kombëtare, nuk na janë dhënë recenca të mirëfillta, kritika letrare të mirëfillta që ne të dimë, po, nuk ka pas cilësi. Nisur nga cili argument? Mos ndoshta ka ardhur momenti të dalim me emra të përveçëm. Ka qenë gjithmonë në fakt ky moment, por mos ndoshta tani duhet ta zgjerojmë këtë gjë, ky titull.
ky zhanër ka këto defekte, sepse vetëm nëse njohim defektet, ne do të arrijmë të rikuperojmë ato. Por duke mos u dhënë çmime, domethënë demotivohen. Pra cili është shqetësimi, shqetësimi i parë, demotivimi, edhe autorët që tashmë janë konsoliduar, demotivohen. Fëmijët. Letërsia për fëmijë trajtohet si zhanër dytësor në këtë lloj fokusi. Fëmijët janë ato që i lëm fare pas dore. Ne nuk i japim material, e para një herë, më falni për shpejtësinë e komunikimit, po gjithashtu nuk standardizojmë, dhe duke mos standardizuar, se çmimi është standard, ne nuk vendosim filtra tek botuesit, sepse standardi, çmimi vendos standarde, vendos filtra dhe orienton në një farë mënyre hartuesit e teksteve shkollore, bibliotekat e shkollave, bibliotekat në përgjithësi, prindërit. E besoni që ka ender prindër që fëmijët i orientojnë tek çufoja, tek aventurat e çufos, që ishte shumë i bukur, por ishte për kohën kur unë isha fëmijë. Pra atë din prandaj, sepse as tregu nuk është i orientuar. Po padyshim, po çmimi është një orientimi, në radhë të parë duhet të lexojë edhe antari i përzgjedhje. Po pra, është një përzgjedhje dhe është një lloj orientimi. Po gjuha shqipe ç'ndodh me gjuhën shqipe? Shiko, dua të dal pak tek problemi i poezisë, u tha dhe poezia që poezia dhe letërsia për fëmijë. Poezia është e përfshirë në 2 çmime, në çmimin kombëtar, pavarësisht se kush fiton tregimi, romani apo poezia është e përfshirë, dhe në projektin laureat që për këtë vit e mori Rita Petro. Pra poezia, ndryshe nga të tjerat, është në 2 projekte e përfshirë. Çështja që këto kanë sintetizuar në një çmim gjithë kategorinë fiction për të rritur, është sepse me sa duket duan të dalin drejt një portreti, për shembull kishim Ismail Kadaren sa ishte gjallë, duan të tipizojnë disa piketa kombëtare që t'i kenë dhe përballë letërsisë së huaj, dhe duke u dhënë shumë çmime, bëhet një lloj kakofonie, zhurme, që këto nuk dallohet pastaj, nuk edhe pretenduesi është midis pretendentësh. Mund të jenë, nuk i kam hyrë thellësisht modelit, po mund të jetë edhe modeli marrë nga jashtë ose i orientuar, sepse qendra përpara disa vitesh kishte dhënie me shumicë çmimesh. Për sa i përket letërsisë për fëmijë, kam mbështetur disa autor, më morën telefonin se i kisha të gjitha aty, po s'ka rëndësi, dhe e çuditshmja ishte i kam mbështetur me fonte. Pra botime. Nëse ke nevojë të sjellin telefonin, nuk është problem. Disa prej tyre i kam mbështetur 2 herë, 3 herë, sepse s'ka shumë konkurrencë. Në një bisedë paraprake me Natashën, ajo tha që konkurrencë s'ka, apo ata nuk din të jurit, nuk janë eksperte të dallojnë prurjen, sepse për shembull, un kam qenë fëmijë dhe lexoja Nils Holgerssonin, dhe mua më kishin mësuar që duhet ketë ngjarje, konflikt dhe zgjidhje. Dhe mbarova librin, po ai ishte i gjithë i fantazi, nuk ishte asgjë nga këto. Pra nuk ndërtonte një logjik të ndarë. Paradoksalisht këtë vit jap dhe letërsi për fëmijë në universitet, se është futur kjo në sistem. Në të njëjtën kohë kjo, poetë gjithashtu. Nuk të vjen keq? Jo, nuk më vjen keq, sepse pluraliteti i funksioneve vetëm zmadhon atë gjë që është një ke njeriu, që është humanizmi. Dhe pika humane që diskutohet sot dhe për cilën ndoshta letërsia për fëmijë ka ngelur në një suaz vëzhgimi dhe mos guximi për të vendosur se kjo është pikërisht momenti se si do binarizohen këto fëmijë. Do t'jetë një kulturë konflikti, antagonizmi, diferencimesh, apo do t'jetë një kulturë fantazie, një kulturë pranimi, dashurie, shumë versionesh, ku tjetri për shembull thot një gjë një fëmijë ose e mendon kështu dhe ti do t'i thuash është keq apo je budalla, apo do t'ia thuash që ky është një version se si ti e mendon, jemi mësuar ta mendojmë kështu. Pra, kush e jep të zgjidhjen? Këtë zgjidhje jep tani këtu është gjithë nyja është këtu, që ardhmja gjithë shoqërisë njerëzore do varet nga edukimi i fëmijëve. Dhe me çfarë kriteri fëmijët duhet i ushqejmë letërsi? Po, prit një minutë. Me çfarë kriteri? Me kriter patriotik do t'i ndërtojmë?
me kriter luftarak do t'i ndërtojmë, me kriter për të pranuar fqinjësinë, për të pranuar tjetrin ashtu siç është dhe të riqet në egon e vet, si do t'i mësojmë me një letërsi pedante që u tregon, që u moralizon, ka ikur koha, bravo. Pra, gjitha këto bëjnë që ndoshta dhe jurit nuk arrin ta kuptojnë mirë materialin sepse janë juritë. Ka një zgjidhje për këtë. Ka një zgjidhje për këtë. Ka problem brenda. Pra nuk është kaq e thjeshtë letërsia për pra, që të diskutojmë problemet sepse dhe ne këtu megjithatë, moza dhe kjo që të kalohet, njëherë japim 6 çmime, njëherë 3 çmime, njëherë japim dikur te para vite më përpara jepeshin çmime me shumicë, që si shprehje pëlqeu shumë. Po, janë çmime me shumicë. Por tregon një mungesë vijimësie, një mungesë, domethënë ne nuk kemi respekt për traditën, sa ato sepse vetë qendra është e re, kujtohet një shkrim i Ardian Vebiut vite më përpara, lidh pikërisht me çmimet për çmimin Ardian Klosi, që nuk jepet më, duhet ketë vite, 5-6 vite, një shkrim i tillë për çmimin Ardian Klosi që nuk jepet më, u nis me zell të madh, pastaj nuk jepet më. Dhe artikulonte pikërisht këtë shqetësim, që ne nuk kemi respekt për traditën, pra se çmimi është mekanizëm nxitës, por është edhe një traditë që krijohet dhe këtu do të tregohet respekti, domethënë sa vite mburren jashtë me çmime që kanë dekada të tëra që vazhdojnë dhe ndërsa ne themi një vit nëse nuk u dhanë çmimet e letërsisë për fëmijë, personalisht jam shumë e indinjuar. Është e vetmi zhanër letrar për cilin mund të flas me kompetencë, sepse shtëpia botuese ka traditë gati 20 vjeçare. Dhe nuk mund të them që nuk ka prurje, jo vetëm shtëpia botuese, por në tërësi, letërsia për fëmijë unë mendoj që gëlon dhe është në stadin më sipëror për te euforisë. Atëre nuk u dha çmimi, do doja shumë të dija arsyet dhe kriteret, ashtu sikur se tha dhe zonja Natasha, cilat të na bëhet një recent e mirëfillt që dhe ne të ngrihemi në pozita pune. Por të lësh letërsinë për fëmijë pa çmim, dhe kjo nuk është hera e parë, dhe nuk ndodh vetëm në këtë institucion, por ka ndodhur edhe në panajir, atëre fillon edhe te shkrimtari krijohet një demotivim. Një demotivim shumë i madh për mos të pasur në sy dhe ndër sy këtë lloj letërsie, e cila në fakt është shumë e rëndësishme. Dhe që ka lexuesin, Elda, dhe ka lexuesin më konsistent, më besnik. Është i presër që në gjenezë, që në fillesë, leximin lexuesi të vogël. Lexuesi i vogël ka nevojë patjetër për një përqafim letrar dhe për një orientim. Unë jam gjatë gjithë kohës në aktivitete shkollore, sepse lexuesin e vogël e kam ndër sy dhe e kam më të rëndësishmin nga të gjithë zhanret e tjerë letrare, pavarësisht se më dhëm dhe poezia, e cila duhet ta pranojmë të gjithë që ka një bjerrje, ka një mos lexim të poezisë. Pra janë dy realitete të ndryshme, letërsia për fëmijë dhe poezia, po që patën të njëjtin fat. Ne poezinë e dënojmë 2 herë duke mos i dhënë çmim. Ne poezinë duhet ta kemi akoma dhe më shumë në vëmendje. Po sa po mori Rita Petro për mos të folur për tregimin. Ata që poezia absolutisht nuk mund që mos bëjmë kakofoni. Nuk e para një herë patjetër që ne kemi një poete laureate dhe un jam fanse jo vetëm e shkrimeve të Rita Petros, po edhe vetë rrugtimit të saj dhe faktit që po tenton të kalojë në prozë. Këtë ta lëmë njanë, po fakti që kemi një poete laureate, nuk do thotë që të mos i japim çmim kombëtar poezisë. E dyta, nuk e di, nuk jam shumë e qartë se si mund të futesh në të njëjtin konkurim edhe prozën dhe poezinë. Kriteret e shkrimit, vlerësimit, përjetimit e tjerë se s'dua të bëhem tekniciene. S'ka të drejtë pra, janë të ndryshme. Janë krejtësisht të ndryshme. Ndërsa për sa i përket se çfarë lloj letërsie për fëmijë do të bëjmë ne sot, mu më duket gjëja më lehtësisht e zgjidhme, e gjithshme. Është lexuesi ai që selekton. Ti jepja dhe lexuesi do selektoj vetë. Ne kemi harruar që problemi më i madh që na shfaqet sot në shkollat tona është empatia dhe një letërsi për fëmijë, e cila në formën e saj më sublime ofron përveç estetikës dhe përjetimin, më duket që është gjëja më e bukur që mund t'i ofrohet sot lexuesit në gjuhën shqipe. Kështu dua të cek edhe tregimi. Ta jap fjalën me njerëz. Tregimi është po aq i rëndësishëm për arsye sepse sot për shkak të teknologjisë lexuesi po orientohet drejt një lloj tjetër leximi, një leximi pak më të shkurtër, më konciz dhe që mesazhin e jep shpejt. Atëherë ne tregimit duhet i japim akoma më shumë qasje, sepse fillon me poezinë,
vazhdon me tregimin dhe ngrihet pastaj, fillon me letërsinë për fëmijë, vazhdon me tregimin dhe ngrihet me poezinë. Ne tregimin dhe letërsinë tregimtare duhet ta kemi akoma më shumë në fokus që të orientohemi atje ku shkon dhe dëshira e lexuesit. Patjetër që ne nuk orientohemi gjithmonë nga lexuesi, por patjetër që dhe kjo është një qasje dhe është një dukuri që ne duhet ta kemi në vëmendje çdo ditë. Azem, të dëgjoj. E tha Moza që të fjala shumic më pëlqej pak, sepse edhe krijimtaria është pak mall më shumic, do të pranoj kjo. Por prandaj po themi të vendosen filtra dhe çmimi është filtr. Mirësia e madhe s'është thjesht të çmimi, sa është përzgjedhja e shtëpive botuese, paraqitja diku e përbashkët siç kanë bërë vazhdimisht, dhe më varet atëherë kush gjykon. Do gjykoj Qendra Liber Filmi, a Ministria e Kulturës, a kush e di çfarë komisioni, dhe të përzgjedhin vepra prej të letërsia për fëmijë deri te çmimi Nobel që do të më çu propozimin nga Shqipëria për shembull. Dhe te letërsia për fëmijë kam ngulë që të ketë çmim gjithmonë. Pse? Sepse qysh me Hilmosin e Magnej e me tjerë kanë ndikuar gjithmonë në breza. Dhe brezat e ri janë thithë që e parë të njohëm dhe të pashër të këtyne punëve. Do në këtyne leximeve. Moza e ngriti problemin e jurisë. Do te juria që dhe brezi i ri formohet. Plus atër që kurse për poezinë ka emra shumë. Te letërsia për fëmijë, Natasha, okay, ta përmbyllim atë letërsinë për fëmijë që të kthehemi tek poezia. Një saktësim se Moza përmendi që Natasha gjykon që letërsia për fëmijë nuk lexohet siç duhet nga komisioni. Në fakt unë do të jem pak më konkrete. Unë mendoj që letërsia për fëmijë nuk mund të vlerësohet vetëm nga një komision të rriturish. Mos harrojmë që ne kemi një panair europian që bëhet vetëm për letërsinë për fëmijë. Vetëm për letërsinë për fëmijë. Ne këtu nuk kemi panair me tematikë. Ne duhet kemi panair me tematikë. Që bëhet tani në prill. Kështu që për librin studimor, nëse duam, sepse ai që do gjykoj letërsinë për fëmijë nuk mund të jetë vetëm profesor. Ai duhet të jetë edhe pedagog, duhet të jetë dhe edukator, duhet të jetë dhe njohës i mirë i gjuhës së fëmijëve. Jemi duke folur për gjeneratën alfa, që ka disa karakteristika të cilat një pjesë e mirë përfshirë dhe vete nuk njohim. Dhe si pretendojmë ne të shkruajmë për letërsi për fëmijë nëse nuk do t'i njohim siç duhet karakteristikat e gjeneratës alfa. Këtë po diskutojmë. Autorët për fëmijë sot e kanë sfidë më të vështirë se autorët për të rritur, për të shkruar, për të perceptuar imagjinata e një fëmie, për të perceptuar realitetin si fëmijë. Me që e kam në dorë një libër me djalin tim, Aventurat e Çapaçulit, të shkruar nga Dionis Bubani, që është shumë i mirë, megjithatë është një realitet që fëmijës së sotëm nuk i tjetër, por shumë mirë se do ta mësoj dhe atë kohë. Për telefoni i shtëpisë, pra janë disa sociologji që ne po i humbasim tani më. Dhe jam shumë dakord që duhet i lexoj dhe t'i mësoj dhe këto aspekte, por duhet dhe një libër që t'i flasi për këtë kohë, për realitetin e tij, realitetin teknologjik. Prandaj kërkoj një juri të fëmijëve krahas jurisë të rriturve. Kjo ishte ide. Alda, po flas për Aldën tash në mënyrë. Alda Bardhyli, drejtoreshën e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit. Me një pozitivitet të jashtëzakonshëm për të pritur propozime, pavarësisht se gjithmonë është nën orientime, sepse varet nga një ministri. Pra, për të pritur propozime. I ka hapur derën gjithkujt, ka mbështetur librin për fëmijë pas një lloj diskriminimi. Ato që e kundërshtojnë dhe që kanë shkruar janë ato pikërisht që kanë marrë nga 2 herë, 3 herë sponsorizime se i zgjedh juria, ka ato lloj bot kuptimi që koncidon. Mos kanë dashur në çmim të 4. Koncidon, po, donin dhe në çmim të 4. Kjo është e çuditshme që jo, nuk është e çuditshme. Prit të mbaroj pak, nuk është e çuditshme, lakon po dietat emra. Por mos harrojmë anën pozitive të këtij vakumi që po krijohet pikërisht për këtë zhanër, sepse ky zhanër për fëmijë është ardhmja e njerëzimit. Mënyra si do t'i edukojmë fëmijët është ajo sepse mund të kishin marrë një çmim dhe sot se kishin fare këtë. Të mbaroj të lutem, të mbaroj. Ka vakum se dua të qëndroj pak këtu. Pse ka vakum për letërsia? A mund ta mbaroj? Jo, vakumi i argumentojmë pse ka letërsia për vakum. Më dëgjoj se po thua gjë tjetër. Vakumi i çmimit vjen pikërisht nga një dilemë midis vlerësuesit, burimit, por edhe orientimit, i cili është orientim i një pale më të madhe se sa ajo çka duket, sepse është një botë që po shkon drejt konfliktesh të paprecedenta, që po i përjetojmë çdo ditë dhe që po i shikojmë ndryshore çdo ditë dhe që atëherë kërkojmë një pikë lidhje ose binarizim që të jetë tjetër, për shembull unë në letërsinë për fëmijë që jap, i kam vënë detyrë gjithë studentëve të mia të arsimit shkollor
dhe parashkollor dhe fillor, që të bëjnë tregime ekologjike. Dhe kanë bërë mrekullira që të bëjmë një binarizim, ne jemi binarizuar të gjithë në mënyrë fallike, tek mami, babi, dhe nuk jam kundra. Fal. Jo, nuk nuk jam kundra, por mos harrojmë që ky lloj civilizimi që na shkon dhe na pëlqen dhe e duam, nuk mund të dalim përtej derisa e duam, ka krijuar këtë lloj smogu, këtë lloj konfliktesh, dhe tani duhet i mësojmë fëmijët të jenë më të hapur me tjetrin, të pranojnë, për shembull unë komshiun tim me cilin kam bërë luftë, si do t'ja paraqes në tregime. Partizanin do vazhdoj t'ja paraqes, partizan, më fal, dhe Gjermanin, më fal, këto janë gjitha subjekte që janë për ditë në letërsi. Atë këto janë argumenta që është Prurjet që kanë ardhur mund të jenë shkëlqyeshme. Vlerësuesit të mbaroj pak. Vlerësuesit janë të ndortuar në koncept të një bote të binarizuar. Po duam vëm partizanin e pra, një minutë, prit. Atëre, ky lloj vakumi hap goxha diskutim dhe në këtë diskutim do investim që ke këto që thot zonja juri me fëmijë, do një strukturë që një ndërtesë e re siç është zgjidhet shumë kollaj moza. Po zgjidhet kollaj, po që kaq kollaj. Vendosen kritere, njëherë ne nuk njohim kriteret as të vlerësimit, as të përzgjedhjes juriste. Po njëjta juri që vlerëson letërsinë për të rritur nuk mund të vlerësoj letërsinë për fëmijë. Nuk mund të jetë tematika kriter vlerësues. Dhe ata vetë duhet ta pranojnë që ata nuk janë ekspertë fushës letërsia për fëmijë. Letërsia për fëmijë kërkon aparat pedagogjik tek prurjet, pra që s'ka prurje. Po dhe kur ka pasur varet me çfarë syri i shef, prandaj po them. Në qoftë se unë i shikoj me atë botë ndar siç jam, i ndar, dhe aty për shembull fillon marron libri dhe s'ka si lloj ngjarje, unë vetë i ndar, siç jam me të mirën, me të keqen, me armikun, me luftëtarin, me këto në këtë realitet, në këto prurje moza. Po sapo the që Nils Holgerssonin e pëlqeve se s'kishte ngjarje. Jo, unë e pëlqeva, por ngela e tronditur sepse ishte model tjetër. Pra, Nils Holgerssoni ka pushtuar botën. Jo, mund ta shikojmë me pozitivitet që ndoshta ky vakum hap një diskutim të ri, si duhet jetë letërsia për fëmijë. A duhet jenë fëmijët të urtë apo do t'i bëjmë inteligjent? Juria që mos ha shkurt, ka pas kritere për fëmijë, të na japi cilat janë kriteret. Jemi sy e vesh që të dimë cilat janë kriteret, ja japim të shkrimtar që të dinë. Dhe kjo do investim, nuk është kaq e thjeshtë. Nuk ka qasje, nuk ka biseda, nuk ka flitur. Atëherë cilat do ishin kriteret që jep propozon? Ne jemi këtu të propozojmë, sepse juria duhet na ngrejë në pozita pune ne. Ne s'mund të ngrejmë pozita pune vetëm. Para dashamirësia, para kriteret është vështirë me vendos. Mirë ka. Duhet shumë e vështirë, prandaj dashamirësia po. Moza u tregova shumë tryezë rrumbuar diplomate kur tha që normalisht janë të mirëpritur, të gjithë që vinë të japin, ashtu si kundër mund të vinë ftesa. Për çdo botim pikërisht këto diskutime. Të them diçka, fakti që i jepet 2 herë mbështetje botimi 3 herë të njëjtit person është çudi e madhe. Dhe ndërkohë ky person çudi e madhe, mos duhet ta thuash këtë më. Prit një minutë, dhe ky person godet qendrën. Po pse qendra ja dha për qok atij personi? Më fal. Që s'duhet ta godasi qendrën? Mos ma ndërprit me logjikën. Kanë kuptimin kritik, kanë kuptimin kritik. Ajo nuk e godet. Ajo e godet nuk ka marrë të godas askand. Unë kam ardhur të shqetësohem pse letërsia jo nuk është e denjë dhe si mund ta ngrem në nivelin që duhet. Nuk ka marrë të godas asnjë qendër. Nuk ka faj ajo që thot atë që thot, sepse atë i jep feedback juria. Juria i thot s'ka prurje dhe juria vendos që të fitoj njëti person të na argumentoj juria, të na argumentoj, të mbaroj argumentin deri në fund. Të mbaroj për arsye se juria argumenton që nuk ka prurje konkurrente. Pra, ky është problemi. Kjo është juria ka dhënë çmimin se jo është fjalisht e ka dhënë një sendikë. Nuk jep çmime qendra, jep juria. Që në ardhe bjeta ajo do jeni shobani, po gjykojmë, po bëjmë gjë. Më fal, juria jep çmimin, nuk jep qendra. Juria jep çmimin, po nga prurjet, nga gjykimi,
nga cilësia letrare, nga tematika e larmishme, se fëmija duhen të larmishme shumë, nuk është puna e partizanit e Ngritja ballisë. e imagjinatës, Ngritja e imagjinatës. prandaj po s'kemi se ato fantazisë. Si ka pas këtu me ndryshkuteri. janë këto materiale? Pse janë vazhdimisht. Janë. Janë të gjitha. A i kupton juria Atë dashamirësia e jurisë. Atëherë të ndron qendra jurin. Jurin kush e krijon? Kush e Qendra. Këtu bëjmë. Qendra. Këtu bëjë kalin. Jurin Pse? e formon qendra, po e formon dhe kultura. Po. Dhe këtu përfshihemi gjithë ne nga mënyra se si diskutojmë. Jurina Jo, këtu janë pak Nuk e kam jurin fare në fakt. Okej, Ministria. shkojmë në një Ne ndërprerje kemi me publicitare, fenomenin, pak nuk e minuta kemi të asnjë mbetura pjesës as në tretë për qendër. poezin. Prapë diskriminuar poezia, Azem. Fatkeqësisht, shkojmë Dionizin, publicitet.